Sot është normalisht dita e 55 që kur kanë nisur konflikti ndërmjet SBA-s, Izraelit dhe Iranit. Në këto momente nuk po kemi shkëmbim zjarri ndërmjet dy palëve, por çfarë po kemi? Por kemi luftë ekonomike. Ndërsa amerikanët vazhdojnë që të mbajnë të mbyllur detin e Omanit dhe shantazhojnë anijet që mos të hynë në gjirin perzik, Irani në anën tjetër mban të mbyllur ngushtitë e Hormuzit. Përpara disa ditësh, amerikanët konfiskuan një anije mallrash iraniane që po vinte nga Kina, Garda Revolucionare premtoi që do të hakmerret dhe dje u konfiskuan dy anije mallrash në gjirin persik. Pra kemi një konflikt si macja me miun ndërmjet të dy palëve. Normalisht ditën e mërkur që i bie që ishte dje, duhet të skadonte pushimi. Amerikanët kërcënuan që do godisnin Iranin, por në momentin e fundit presidenti Trump njoftoi që armpushimi do të vazhdojë me